i drejtuesve të klubit, po drejtorëve e gjithë, sepse kur rritet një element i mirë, një lojtar, talent i mirë këtu, më para mendojnë për me shit jashtë dhe të mushin arkat e klubit, se sa ta marrë ato lojtar këtu edhe të rritet kampionati që pastaj nëse marrën 2-3 lojtar të mirë, 4-5, vazhdojnë pastaj gjithë nuk e kërkojnë largimin nga superiorja, si të ftohen edhe nga kombëtarja, pastaj rritet edhe niveli i futbollit tonë, sepse po bëhet diçka shumë katastrofike. Edhe kanë drejtuesi komplet fajt, sepse akoma këtu e kanë menën për shembull, ta kam thënë ty. Shiko çfarë llogari e bëjnë këtu. Është Eljon lojtar i mirë, unë du ta shis Eljon, ke një skuadër në Europë, të marrë ca lek, ta mush edhe xhepin, edhe të brej 2-3 lojtar të huaj. Kupto? Ta mush edhe xhepin edhe të brej 2-3 lojtar të huaj. Me këtë llogari edhe prandaj vin lojtar të huaj këtu pastaj nuk vlerësojnë as Farnell, as gjë, futen aty edhe luajnë si ti doj shefi. Edhe më të përkëdhelur janë, sepse këtu shqiptari, për ne thonë shqiptari është si keq i shqiptarit. Sepse të huajt i majmë pam dorës në këtu. Edhe i japim paga e ashuna, i tolerojmë, ndërsa shqiptarët tonë mënona vetëm mi largu që të fusim lekun në xhep për shembull kur të jetë ndonjë element shumë i mirë. Edhe prandaj kjo gjë po i ka prish shumë punë gjithmonë. Por aty na do të thoja 3-4 lojtarë janë aty te kategoria superiore. Është Dixha, është Skuka, është Kallaku, është edhe Qato ke vllaznia, edhe ai është një mbrojtës shumë i fortë, shumë energjik. Po ashtu 2 lojtarë të Dinamos, Devi Bregu edhe Lorenzo Villa, dhe ato janë shumë të mirë.